Përpara se të ndikim edhe intervistën në videomaterialin e fundit. Përpara se të ndikim videomaterialin e fundit, fjala është për ju, nëse do kush nga ju dëshiron që të thotë diçka në lidhje me temën që ne po zhvillojmë sot. Patjetër, mund të vini këtu. Kajdo. Të nderuar dhe pranish, jam shumë i lumtur që ndodha sot në Syri. Për mua është kënaqësi e veçantë të marr pjesë në këtë konferencë. Pasi prej kohësh kam ndjekur aktivitetet e Zotit Aldo Sudullari dhe punën e shoqatës Neam. Veçanërisht për kushtimin e tyre në ndihmën të refugjatëve në Shqipëri dhe në promovimin e paqes, solidaritetit dhe të drejtave të njerëzit. Sot kam zgjedhur të mos flas gjatë, por të ndaj me ju disa fjalë të thjeshta që burojnë nga zemra e një të riu. Jam në hapat e mi të parë në rrugën e artit dhe çdo ditë përpiqem të mësoj, të rritem dhe të ndërtoj veten si artist, por mbi të gjitha si njeri. Besoj se arti nuk ka vlerë vetëm kur krijon emocione, por dhe kur përcjell mesazhe që bashkojnë njerëzit. Pikërisht për këtë arsye, konferenca si kjo ka rëndësi të veçantë. Ato na mësojnë se respekti, dialogu, paqja dhe mbrojtja e drejtave të njerëzit nuk janë vetëm fjalë, por vlera që duhet të jetojmë çdo ditë. Për ne të rinj, këto takime janë burime frymëzimi. Ato na japin mundësinë të dëgjojmë njerëz me përvojë, të mësojmë nga shembulli i tyre dhe të kuptojmë që secili prej nesh mund të japë një kontribut pozitiv në shoqëri, pavarësisht moshës apo profesionit. Ju falenderoj shoqatën e gjatë për këtë ftesë dhe për punën që vazhdon të bëjë në shërbim të komunitetit. Shpresoj që kjo të jetë vetëm një nga shumë aktivitetet ku ne të rinj do të kemi mundësinë të mësojmë, të bashkëpunojmë dhe të ndërtojmë së bashku një të ardhmen paqësore. Faleminderit.